Hadithi dhe kuptimi i tij. Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Unë nuk e shoh vdekjen veçse si lumturi dhe jetën me zullumqarët nuk e shoh përveçse si neveri dhe poshtrim. Kjo thënie e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të, shpreh qëndrimin e tij të palëkundur ndaj padrejtësisë dhe jetën nën tirani. Kur ai thot e shoh vdekjen si lumturi, nuk ka për qëllim vdekjen në vetvete, por dëshminë dhe sakrificën në rrugën e së drejtës, kur jeta bëhet e lidhur me poshtrim, padrejtësi dhe shkelje të fesë. Për të, një vdekje me dinjitet në rrugën e Allahut është më e nderuar se një jetë e gjatë në sundimin e zullumqarëve. Ndërsa, thënia e imamit, jeta me zullumqarët si neveri e poshtrim tregon refuzimin e tij ndaj kompromisit me padrejtësinë. Pra, ai nuk pranon një jetë që kërkon dorëzim ndaj shtypjes, humbje të parimeve dhe heshtje përballë së keqes. Ky hadith përmbledh filozofinë e qëndrimit të Kerbelas, që përmban dinjitet, drejtësi dhe besim, dhe që janë vlerat më të larta se vetë jeta kur ajo kthehet në robëri të padrejtësisë.